spitali onkologjik që se utoja çdo spital nuk duhet dhënë me koncesion në çmenduri. Është historia e një zonje nga Durrësi 40 vjeçare me 2 fëmijë vuan nga kanceri ginekologjik dhe që nuk gjen dot sot 4.000 euro për të shkuar në Turqi për të bërë brakiterapinë, sepse në spitalin onkologjik pajisja brakiterapisë ka 3 muaj që nuk punon. Gra të ndryshme të cilat shkonin nuk bënin dot PET scanin, nuk kishe mamografin, akselerator se prisheshin, po nuk kishin ilaçe, kimioterapi. Dhe nga ana tjetër ti shikoje me një lloj arrogance të frikshme shtetarët e këtij vendi që bënin thirrje që diagnostikoheni. Ne paguajmë shëndetësinë, ne marrim kredi, ne shesim lop, tele, se po them janë raste të jetuara këto. Tetori roz është muaji i ndërgjegjësimit ndaj kancerit të gjirit, i cili shoqërohet vazhdimisht me thirrje ndaj vajzave dhe grave për më shumë kontroll mjekësor për ta parandaluar këtë sëmundje. Mirëpo, unë sot kam vendosur që të flas me Osman Stafën, i cili ka kaluar në fakt përtej angazhimit të tij profesional si gazetar, por si një aktivist mjaft i zëshëm i kësaj kauze, duke denoncuar raste të pafundme dhe veçanërisht në spitalin e onkologjikut. Në fakt, në këtë muaj i cili është mjaft i rëndësishëm për kancerin e gjirit, përpos historive personale të vajzave dhe të grave që janë duke luftuar edhe janë duke pasur betejën e tyre personale me këtë sëmundje, është shumë e rëndësishme mendoj që të flasim edhe për sistemin. Një sistem i cili është një strukturë që po dëshmon dita ditës se në fakt ka dështuar të mbajë një premtim mjaft thelbësor që është përkujdesja dhe kujdesi apo mbrojtja ndaj jetës, që është gjëja jonë më e rëndësishme. Osman, doja të dija fillimisht se si ka nisur gjithë angazhimi yt në raportimin apo në të folurit publikisht për çështje të shëndetësore, po themi, dhe veçanërisht për spitalin e onkologjikut, cila ka qenë zanafilla. Unë falenderoj për këtë mundësi. Ka qenë 2016, a mos gaboj, ky vit kur ne kemi pasur një detyrë shkolle, ku krijuam dhe mundsuam një koncert bamirësie dhe të ardhurat do shkonin për fëmijët cilët vuanin nga kanceri. Kjo ka qenë lidhja ime e parë që kam pasur me smurët onkologjik. Më pas dhe pas këtij koncerti, ne si grup vullnetar kemi organizuar dhe aktivitete të tjera, një koncert bamirësie që kam organizuar në sheshin Skënderbej dhe aty u njoha më në thellësi brenda pavionit të onkopediatrisë, ku fëmijët vuanin nga kjo sëmundje e përbindshme, e quaj unë. Dhe aty pastaj ka qenë momenti i parë kur ti kuptoje që përveç situatës vështirë ku gjendeshin ata fëmijë, kishin nevojë edhe për momente të bukura. Aty kishin muret e bardha të spitalit, kishin krahat e nxirr nga gjilpërat, nuk kishin asnjë lloj aktiviteti ndryshe. Dhe ata të cilët ishin në gjendje pak më të mirë, patjetër edhe me lejen e mjekëve, ne përpiqeshim t'i bënim ditëlindje kur ata i kishin, t'i plotësonim ndonjë dëshirë kur ata shprenin, t'i nxirnim jashtë me lejen e prindërve patjetër, siç ka qenë rasti një djali që e kemi veshur si policë sepse donte të bëjë policë dhe e kemi nxjerrë në rrugët e Tiranës me një patrull policie e tjerë. Dhe këtu gjatë kësaj kohe që ne kishim shkuar aty për të bërë mirë, pra për kjo ideja të bërit mirë është e dyanshme, mendon se po bën mirë, por ndërkohë merr dhe ti vet, apo kalon momente që shënjojnë gjithë jetën tënde. Dhe aty kuptoja dhe shikoja kalvarin e vuajtjeve që hasnin prindërit të cilët kishin fëmijët e tyre në përballje me kancerin, me leuqemin, mungesë e frikshme medikamentesh, kur ne i shkonim dhe ata shikonin buzëqeshjen e fëmijëve të tyre, nga ana tjetër kur bisedoje me ta veç kishin hallin, shiko se s'kemi ilaçe, nuk kemi lek, kemi shitur toka, kemi shitur lop, kemi shitur çdo gjë, kemi marrë kredi dhe nuk mundemi dot t'i sigurojmë. Këto historitë, sikundër edhe të tjera, dhe dëshmonin se çfarë kalonin në të vërtetë familjet shqiptare. Pastaj vjen një moment, një vajze shumë të vogël, kur unë ndava që shiko, unë nuk do ndihmoj më. Domethënë, unë bëra sa bëra, por nuk mundem dot më, këtë gjë do duhet ta bëj publike dhe ta bërtas publikisht. Ka qenë momenti kur një vajzë e vogël 5 vjeçare nga Hasi, prindit e marrin për ta çuar në shtëpi sepse nuk kishte ilaçe spitali, dhe sipas asaj që më kujtohet fare mirë se të ngel si goditje, domethënë si një fjalë që
të bie në vesh Shënjon edhe gjithmonë, jetën tënde. e çova e të paçoj në shtëpi për të vdekur. Pra një vajzë 5 vjeçare pas një faj, nuk e dinte ajo vajzë se me çfarë po përballej, thjesht ishte mërzitur, e qante sa herë shikonte atë godinën atje, sepse e shponin nga krahët e tjerë. Dhe ai moment ka qenë momenti i parë kur unë kam shkruar publikisht për situatën e tmerrshme që kalonin fëmijët e përpasoj edhe prindërit e tyre në spitalin onkopediatrik të QSUT-s ku vojnë fëmijët nga kanceri. Unë vërtetova që 2 vite nuk mungonin frikshëm medikamentet dhe pas denoncimit tim që kam publikuar shkrimin për 2 javë medikamentet u siguruan. Si dreqin, sepse ti kishe edhe revolt brendshme pastaj, këta njerëz, pra që janë përgjegjësit, ministria, shteti, drejtoria, për 2 vite nuk e vun ujë në zjarr për të siguruar ato medikamente jetike për ata fëmijë që po luftonin me kancerin, e nga ana tjetër në momentin që çështja u bë publike, për 2 javë i siguruan medikamentet. Pastaj, gjatë kohës që unë po filloja të shkruaja vazhdimisht, sepse pastaj filluan mungesat prap, u shkruajta prap, u siguruan, dhe ishte një ping-pong, domethënë, dhënie marrje. Shkoja unë atje dhe denoncoja, i siguronin. Kisha shumë mesazhe të njerëzve në momentin që fillova që okay, ata janë fëmijë, kije vëmendjen atje por hidh sytet nga onkologjiku. Ndërkohë, unë me kohën kisha marrë dhe mesazhe të forta të ndryshme nga qytetarë që në onkologjik po bëhen vrasje. Dhe nuk doja ta besoja, nuk mundet do ta besosh ti që në një spital po bëhen vrasje. Pra, nuk nisesh me paragjykimin për ta gjykuar atë gjën atje. Pastaj dal nga dal këto mesazhe, sepse thot populli ku ka diçka, domethënë nuk është pa gjë. Pra, ku ka zë nuk është pa gjë. Dhe në momentet të ndryshme kur po denoncoja për fëmijët, më vinin mesazhe të frikshme. Ky ishte ai momenti që kuptove që ishte çështje sistemi shëndetësor që nuk funksiononte, se sa thjesht një problem i pacientëve të X departamenti. Po unë po doja të hyja thellë dhe kupton pastaj që këtu nuk funksionon sistemi. Pra, në momentin që unë shkova tek spitali onkologjik, nuk dola me të parën që sapo mora mesazhet e njerëzve ti publikoja. Jo, thash këtë dua ta vërtetoj. Unë nuk mundem dot të rëndoj mbi situatën e pacientëve onkologjik sepse dikush më ka shkruar. Jo, duhet ta vërtetoj. Dhe mu desh një kohë shumë e gjatë, po të them shumë e gjatë, e lodhshme, në qetësi, duke tentuar të hyj brenda onkologjikut. Çfarë vështirësish kishe këtu? Po nuk fliste njeri, aty ishte një bunker. Aty ishte bunker total. Mjekët e dinin situatën, nuk donin flisnin. Infermierët e dinin situatën, nuk donin flisnin. Ministria, drejtoria e dinte situatën, nuk fliste. Askush nuk fliste. Pra kishe vetëm kishin frikë. Ata të cilët, pra publikisht shumë e vështirë me dalë, dhe pacientët. Por them, ata të cilët guxonin shkruanin mesazhe po me adrese të ndryshme që të mos identifikohej ku shkruante, sepse edhe mua nuk më besonin. Në atë moment nuk kisha investuar apo denoncuar apo investiguar sa ç'kam bërë sot. Që po të hapësh telefonin tim është vetëm me pacient me histori nga më të ndryshmet që kërkojnë verifikime, kërkojnë patjetër. E bëj verifikimin, pastaj vendos të kaloj publikisht. Dhe në ishte momenti pastaj kur sigurova, arrita të siguroj komunikimet e mjekëve të onkologjikut. Aty të betohem, kam parë tmerr. Nuk e di se si mundet që mjekët, të cilët janë mjek onkolog, e din çfarë pasojë ka kjo sëmundje, se çfarë betejë do duhet të bëjnë pacientët, bëjnë shaka, e bëjnë gallata, e bëjnë humor me historitë atyre njerëzve. Ndërkohë që ky do vdes, mos ka gjë se kemi 10, 9 janë po njërit po tjetër, ishin çmenduri aty. Duke pra një situatë normalizuar. E normalizuar tek ta dhe pa asnjë lloj ndjesie njerëzore. Po unë e kam përjetuar tmerrsisht keq në aspektin personal. Njerëzit e mi që i kam rrethit afërt e din shumë mirë se si e kam përjetuar unë, sepse nuk mundesha dot ta shikoja si normale një gjë e cila ishte çnjerëzore. Ata thoshin ne kemi 38 pacientë dhe kemi duke 18-19 herceptina. Pra gratë të cilat vuanin nga kanceri i gjirit. Si e vendosin këta mjek? Se kush do e merrte? Se 18 ishin, 38 gra. Si e vendosin këta që ti do vdesësh, ti do jetosh? Mi ç'kriter? Sepse çdo kush ka drejtën për tentuar shanset e veta. Dhe këta mjek nuk folën, dhe kjo është përgjegjësia e vetme e tyre, sepse për mungesën e medikamenteve ka përgjegjësinë drejtoria, farmacia qendrore, ministria, shteti shqiptar, janë gjithë përgjegjës, të gjithë fajtor.
sepse nuk kanë siguruar ato medikamente të cilat këta njerëz nuk i gjejnë dot në farmaci, siç mund të shkojnë për të gjetur çdo medikamenti tjetër. Janë vetëm medikamente spitalore, kimioterapi. Dhe ti kupton aty që ky drejt shteti çon para kudo, dhe unë e them, dhe do ta them kudo në intervistë do të doftohem, tek Kopshti Eden, tek inceneratorët, tek Tigra 1 dhe Tigri 3 atje në Vlorë, po tek Palma dhe Pisha tek rruga Tiranë-Durrës si tashmë i kemi hequr. Kudo tjetër, nuk është çështje lekësh që Shqipëria është një vend i vogël që s'ka mundsinë, sepse Shqipëria po mos ta kishte mundsinë do të ore, s'kemi kapacitet. Shtri këmbët sa ke organi, thot populli. Është çështje keq menaxhimi, Është çështje jo vetëm e keq menaxhimi. korrupsioni. Është çështje korrupsioni dhe një person që ne kemi kryeministër të vendit e kanë zgjedhur njerëzit në format, nuk duhet i hyj historisë etj të zgjedhjeve, por ai është kryeministër i vendit dhe në një ditë moment caktuar ai ngrihet dhe hormonet e tij thon: "Zotëri i nderuar, këtu në kryeministrinë duhet shpenzojmë 4.3 milion euro për të ndërtuar një kopsht Eden." Cili është interesi publik i këtij kopshti Eden? Sikur një person të më dalë dhe të më thojë, ore, është ky interes, sepse ne do ndihmojmë të varfrit, sepse ne do ndihmojmë të smurët, sepse ne do ndihmojmë pensionistët, se do ndihmojmë fëmijët e jetim që marrin 15 euro apo 20 euro në muaj nga shteti shqiptar, do ndihmojmë këtë atë. Askush. Ore, interesi publik, cili është? Ma thot dikush që kemi çuar 4.3 milion euro dhe ne sot që flasim, spitali onkologjik është pa mamografi, është jashtë shërbimit, pa brakiterapi për gratë të cilat vuajnë nga kanceri ginekologjik, është pa PET scan, nuk ka pasnjëherë Shqipëria shëndeti publik PET scan në Shqipëri, është pa medikamente, Avastina mungon sot dhe më shkruajnë pacientët mua që kemi ngel pa kimioterapi. E çfarë bëjnë? Nuk kanë akselerator, ka 100 pacient që bëjnë rreze për ditë, kanë 2 akselerator. Prishet njëri, prishet tjetri, rrin pa rreze njerëzit. Është çmenduri, realisht është çmenduri kjo që po ndodh në spitalin onkologjik ku unë jam dalur se dua të merrem me spitale tjera, por nuk po më lën. Nuk po më lën se aty skandalet bërtasin, dhe aty kemi të bëjmë një spital i cili nuk zhvillon njerëzit aty një betejë me një infeksion, apo me një dhimbje koke, apo nuk e di me çfarë me të vjella. Por luftojnë për jetën ata njerëzit. Ndërkohë gjithë kjo situatë që ti e përmblodhe pak a shumë, ju bëri juve që një javë më përpara, ty bashkë me aktivistë të tjerë, gazetarë, qytetarë të angazhuar prej kohësh tani më, mund ta them këtë ndoshta nëse më lejohet, në mungesë edhe të një zëri opozitar të qeverive, po themi të partive ekzistuese që përfaqësojnë opozitën, ju bëri juve që të thirrrisni një protestë para Ministrisë së Shëndetësisë, një protestë që nga tetori ros e quajtë tetori i zi. Çfarë ju bëri ta quani tetori i zi, një muaj që qëndron edhe duhet të jetë për ndërgjegjësimin për të smundje që është kanceri i gjirit të grave? Është tetori i zi dhe unë nuk i heq asnjë lloj presje kësaj çfarë them, edhe pse mund të ketë një lloj konotacioni pak negativ, por është historia e një zonje nga Durrësi, 40 vjeçare, me 2 fëmijë vuan nga kanceri ginekologjik dhe që nuk gjen dot sot 4.000 euro për të shkuar në Turqi për të bërë brakiterapinë, sepse në spitalin onkologjik pajisja brakiterapisë ka 3 muaj që nuk punon, për shkak se nuk është bërë mirëmbajtja. E kupton çfarë po them? Kanë harruar ata zotërit aty me bërë mirëmbajtje dhe ajo pajisja ka dalë jashtë funksionit, ose s'kan pas lek, ose nuk kanë dashur të çojnë lek, nuk e di. Por realiteti është që kjo pajisje mungon. Çfarë do i thuash ti kësaj gruaje? Është një grua e cila vuan nga kanceri ginekologjik. Çfarë ti thuash ti kësaj gruaje? Ajo ka drejtën e saj, ja përcakton dhe ja jep drejtën e saj kushtetuta e Shqipërisë për të pasur shërbim shëndetësor, për ta merituar atë shërbim shëndetësor dhe nuk e ka. Ore, dakord, tetori është tetori i roz, kur çdo grua duhet ta bëj kontrollin, jo vetëm në tetorin roz, por përgjatë gjithë vitit, sepse diagnostikimi i hershëm është parandalim dhe trajtim më i kujdesshëm dhe mund ta fitosh betejën me kancer, sidomos për kancerin e gjirit që nëpër botë shikohet si një lloj diagnoze, një lloj kanceri i cili mund të trajtohet. Vetëm në Shqipëri shkojnë situatat kështu siç shkojnë. Nëse kapet në fazën e hershme. Nëse kapet në fazën e hershme. Kishte gra të ndryshme të cilat shkonin, nuk bënin dot PET scanin, nuk kishte mamografin, po nuk kishin akselerator se prisheshin, po nuk kishin ilaçe, kimioterapi. Dhe nga ana tjetër ti shikoje me një lloj arrogance të frikshme dhe të shnjërzore shtetarët e këtij vendi që bënin thirrje që diagnostikohuni. I kupton çfarë lloj situate sa tallje me ata njerëzit atje që luftojnë dhe vuajnë me kancerin,
sepse kanceri nuk është thjesht një sëmundje që ti e ke, që o do fitosh o do humbësh. Në cilën do situatë, ose fitove ose humbe, ti do dalësh i humbur nga ekonomia, ti do dalësh i humbur nga situata që ose mund të humbasësh shtëpinë, ose nuk e di se çfarë. Shëndeti mendor, ana psikologjike. E diti që gjitha shumë gra më kanë thënë që në spitalin onkologjik nuk ka psikologe, ose ka, por asnjëherë nuk shkojnë tek këto paciente. Dhe këtë ta them me përgjegjësi të plot. Dhe kur ti shikon që kryeministri i vendit del në mëngjes dhe publikon një status në orën 9 dhe thot diagnostikohuni në kohë. Kur shikon ministrin e shëndetësisë që shkon me tullumbace këtej nga sheshi Nën Tereza thot diagnostikohuni, teksa shikon gra deputete që thon diagnostikohuni. Ore me çfarë? Si? Në spitalin onkologjik s'punon mamografia. Si? Unë diagnostikohem një zonjë, shkon në spitalin onkologjik nuk ka asgjë. Çfarë? Si? Pra, a nuk ka një lloj përgjegjshmërie? Ore, edhe largoje përgjegjshmërinë. Ore, a nuk kanë një empati? A nuk kanë solidaritet? A nuk kanë brenda tyre njerëzoren? A nuk e mendojnë se ndoshta, nëse këta e kanë kollaj, se do thoja që mund larg qoftë se nuk vjen gjë e keqe nga fjala, mund shkojë një familjar i tyre aty, por jo. Ata familjarët e tyre apo vetë shkojnë vetëm jashtë. Për çfarë do lloj situate shëndetësore që ata kanë? Aty shkojnë ata që nuk kanë krah, aty shkojnë ata cilët nuk kanë informacion, aty shkojnë ata cilët nuk kanë para për të shkuar jashtë për të bërë si ish zëvendës ministre e shëndetësisë Mirela Kacolli. I ka marrë 80 milion nga taksat tona për trajtuar një sëmundje të tillë dhe ndërkohë vërtet dhe thret që onkologjiku është standard evropian. Pa dezon, shko aty. Nuk dua realisht i uroj shërim të shpejt, të mos ketë asnjë lloj situate, e them me zemër sepse kurrë nuk i uroj njeriu të keqen, çfarë do lloj gjëje të ketë bër, ky jam unë, këtë besoj në Zot dhe Zoti i di se çfarë dhe si i përgjigjet çdo lloj njeriu për atë që bën, por po them, pse s'vjen aty? Ju në protestë kishit vendosur një banderol ku kishit listuar dhe figurat nga kryeministri deri tek ministri aktuale e shëndetësisë edhe ish ministrat. E ke parë institucionin e shëndetësisë si një lloj kalimi, katapultimi drejt një karriere tjetër më të mirë? Çfarë ndodh me të gjithë ata që janë në drejtim të kësaj ministrie dhe nuk ka një lloj përgjegjësie se çfarë ka ndodhur në gjithë këto vite? Unë nuk e di, por secili nga ata që është aty ka përgjegjësi për degradimin e sistemit shëndetësor shqiptar. Që nga Ogerta Manastiliu, Albana Koçiu dhe do t'i japim edhe pak kohë, por shikoj që ministri aktuale Visala, edhe pse vjen nga fusha e onkologjisë, pra radioterapie e tjerë, nuk ka shkuar një herë të shikoj situatën onkologjik. Premtoi rimbursimin e plot medikamenteve dhe tha një gjë që nuk guxojnë ta thonë, por si duket nuk e njeh situatën. Tha që si mundet Shqipëria, vend që kërkon të aderojë në Bashkimin Evropian, mos ketë një listë plot të medikamenteve kimio të rimbursueshme, nuk po e përsërit më atë. Pse nuk shkon zonja në spitalin onkologjik? A është kjo lloj forme e trajtimit pacientëve onkologjik sikundër ajo ka parë në vendet ku ka punuar dhe jetuar për gjithë këto vite? A ka atje spitale pa brakiterapi? A ka spitale pa PET scan? A ka spitale pa ilaçe? A ka spitale pa akselerator të mjaftueshëm? A ka spitale pa mamografi? A ka atje spitale pa poltron? E diti që ne kemi 19 poltron dhe kemi 100 pacient në ditë dhe nga nevoja e madhe që ata kanë dhe i bëjnë kimioterapit në përkarrige, rrinë atje 8 orë, 6 orë, 4 orë. Nuk rrinë dot, se po shikoja parlamentarët teksa po diskutonin çështjen e raportimit të institucioneve të drejtësisë në Kuvendin e Shqipërisë dhe bën 2 orë debat me njëri tjetrin dhe ikën 70% e deputetëve ikën jashtë për kafe. Se nuk rinin dot aty në karrige, se u lodhën. Po mirë, pa ata pacientët që vuajnë nga kanceri. Si rinë ata 8 orë atje? Krahun shtrir aty në karrige, se nuk lëviz, nuk e bën dot me pjesë atë kimion, po ta marrësh një herë. Si rinë këta njerëzit aty? Poltron, nuk kushton. Nuk kushton ai poltroni. Po ta them unë ty 1.000 euro një. Nuk i ka kushtuar 100.000 euro për të marrë 100 poltron sa çka dhe Kosova? Se Kosova ka 100 poltron, ka 2-3 PET scan, ka brakiterapi, ka mamografi. Ne jo. Shëndetësia falas ka qenë një ndër premtimet e kahershme të kryeministrit Rama. Sot që ne flasim, çfarë bare është për një grua që diagnostikohet me kancer të gjirit apo çfarë do lloj
të kancerit, kancer të mitrës apo të tjerë, të kurohet në Shqipëri në spitalin onkologjik, por jo vetëm. Çfarë bare ka? A është shëndetësia falas? Shëndetësia falas nuk ka se si tjetë dhe nuk është një dështim i madh që këta nuk po dinë si ta rregullojnë. Nuk ka shëndetësi falas. E para punës ne paguajmë 2 herë shëndetësinë. Një herë për ata që punojnë tek sigurimet shoqërore, pra tek sigurimet shëndetësore, dhe nga ana tjetër kur shkon në spital. Shkon ti në spital te kardiokirurgjia, vetë ka vajtur 5.000 euro atje para dhënje, se nëse përpara shumë vitesh ti kishe një lloj pra i jepje edhe atëherë, pra bëje një operacion zemre dhe doje të jepje një 300.000 lekësha, i 200.000 lekësha, ku e di unë se çfarë. Se doje ti t'ja jepje. Tani jo, tani ke paradhënie. I jep lekët përpara dhe pastaj bëhet operacioni. Shko tek trauma ti. Për ata që bëjnë proteza në trup. 2 vite ka vajt radha. Ose do presësh 2 vite radha aty, ose do japësh në një lek atij doktorit aty në një formë ose në një tjetër që të fusi pa radhë, ose do shkosh tek privati 6.000-7.000 euro. Pra njerëzit e paguajnë, kudo e paguajnë. Patjetër, nderim dhe mirënjohje për gjithë ata mjek të cilët nuk janë pjesë e kësaj lloj strukture të fliqur për të rrjepur pacient, e bëjnë punën shumë të nderuar, siç edhe e përcakton betimi i Hipokratit dhe jo i Hipokritit, që marrin pacient nga publiku dhe i çojnë klinikat e tyre private, apo nuk i japin shërbim pa i dhënë një herë lek, pa i marrë një herë lek, se kjo ndodh në spitalin onkologjik. Pra ne paguajmë shëndetësinë, ne marrim kredi, ne shesim lop, dele, se po them janë raste të jetuara këto. Madje edhe shtëpinë shpesh herë. Shtëpi. Kjo gruaja që po them që thash pak më herët nga Durrësi, halli më i madh tha, ore mund të shisja edhe shtëpinë tha. Ma ka ofruar bashkëshorti, por nuk dua ta shesta sepse unë nuk di se si shkoj me këtë smundje. Do i lë 2 fëmijët nesër në rrugë, mirë unika, por të lë dhe fëmijët, e ky është meraku i tyre më i madh. E ndërkohë nga ana tjetër, çfarë e pret një grua? Vuajtje, betejë fort psikologjike, e trahtuar nga institucionet publike, e trahtuar nga çdo shoqat gruaje në Shqipëri, e trahtuar nga politika dhe gratë e politikës, e trahtuar nga partitë politike në Shqipëri. A ke dëgjuar ti? Ore nuk e di, a ka më krim më të madh se sa ti lësh pacientët që vuajnë nga kanceri pa trajtim? Ore, vjet mjekët e dinë se çfarë ndodh po ti lësh ata pa trajtim. Edhe këta shteti jon, teksa po i digjet shtëpia, merret me kopshtin aty vadit kopshtin. Ta zbukurojmë këtë, ta bukurojmë atë. Ore po digjet shtëpia, fike këtë zjarre një herë. Pastaj merro me kopshtin, sepse po ndërtojnë aty tek QSUT-ja, do ndërtojnë një hotel tani aty. Pse? Është dhënë pretendimi që do rrin familjarët e pacientëve, or mjeran. Se kam dyshime që nuk po bëhet aty për çështje pacientësh. Po bëhet hoteli Mirfilli. Ore ndërto spitalin onkologjik se të kanë vajtur raste të reja 7.000 raste të reja në vit me kancer. Ndërto spitalin e ri se nuk është shmenduri. Dhe ndërtojnë aty një hotel. Edhe këtu kupton ti se në çfarë situate të frikshme ndodhemi ne. Në fakt, gjithë kjo situatë që ti e përshkrove dhe ke kohë që në narrativën tënde publike e denoncon, po themi, u paraqit po ashtu edhe në konkluzionet e raportit të kontrollit të lartë të shtetit, ku u tha qartë azimaj sa unë kuptova nga leximi që bëra i raportit që në fakt ky sistem shëndetësor nuk i përgjigjet pacientit me kancer. Raporti nënvizonte dhe nxori një sër të dhëna sa i përket mungesës së barnave, mungesës së poltroneve, mungesës po ashtu të atyre barnave ishin diku te 49 që duhet të ishin importuar dhe në fakt nuk ishin ardhur, që ishin anti-tumorale dhe po ashtu thonte që rreth 600 vajza dhe gra nuk kishin marrë shërbim, vajza dhe gra me kancer nuk kishin marrë shërbim për faktin e mungesës së pajisjeve të ndihmuese. Mos flasim pastaj për infrastrukturën e tjerë. Si ke parë gjithë këto gjetje dhe përveç se të qenurit gjetje, çfarë duhet bërë që të reagojë realisht, të ketë një lloj lëvizjeje vetë institucione shtetërore? Momentin që u publikuar raportin dhe që kam lexuar, kam pasur 2 ndjesi. E para ishte ajo e trishta, sepse pas shumë vitesh, pra 3-4 vitesh, u vërtetua ajo çfarë unë e kam bërtitur me forcë, edhe pse u tentua që të bllokoj zëri im në format nga më të ndryshmet, pata ndjesi themi të rënd tek vetja sepse kuptova dhe tashmë nuk kisha më as pikën më të vogël dyshimit, jo se kam pasur, por tashmë ti u binda sepse e pash të shkruar në letër
që me çfarë ishin përballur pacientët në spitalin onkologjik, 6 muaj pa ilaçe. A lihet një pacient me kancer 6 muaj pa ilaçe? Po ai tjetri që kishte vajtur 39 herë në spitalin onkologjik dhe ishte kthyer 39 herë në shtëpi pa ilaç. Pa ata tjerët, rreth 800-900 pacientë të cilët kishin pasur mungesa në trajtimet e tyre. Dhe ti kupton që treqet e haj, kjo është çmenduri. Dhe ndjesia tjetër ishte në raport me ministren e shëndetësisë Albana Koçiu, ku në momentin që unë publikoja komunikimet e mjekëve të onkologjikut, thoshte ky nuk është realiteti. Sepse këto çfarë nxjerr ky gazetar apo çfarë ka ndalë publik janë të dhëna të marra nga aty këtu, por nuk pasqyrojnë të vërtetën, sepse kështu i kishin thënë asa, në kuptoj. Por ama, unë ndjeva mirë sepse e vërteta, unë jam i sigurt që ajo e ka lexuar lajmet, ju përplas asaj në fytyrë. Sepse në momentin që ajo erdhi, nga shumë drejtime mua më vinin fjalët është njeri i mirë. Jo, një njeri i mirë nuk i bën këto gjëra. Një njeri i mirë shkon atje dhe zgjidh problemin. Unë e kuptoj dhe mundësitë e Shqipërisë. Por ama i kanë pasur mundësitë për t'i rregulluar ca gjëra. Nuk e kanë bërë. Mjafton ti jesh i mirë në këtë situatë. Po nuk më intereson fare se nuk kam lidhje unë me i mirë dhe i keq. Ideja është çfarë ti ke bërë për pacientët onkologjik? Asgjë. Si kundër Manas Eliu, si kundër Ilir Beqaj, nuk e di se paktën kaq kam investiguar unë, se edhe përpara dresh ka qenë, edhe përpara se të vinte kjo qeveri. Se këto janë, pra më kanë ardhur dhe raportime në këta kohë të mjekëve, infermierëve që kanë qenë punë. Por është raporti KLSH-s për mua është një provë e frikshme se çfarë ka ndodhur mbi pacientët onkologjik dhe ka përgjegjësi penale aty që nga Ministria e Shëndetësisë, që tek drejtoria e QSUT-s, që tek farmacia qendrore, tek fondi i sigurimeve që është shëndetësore, që tek kjo tjetra agjencia e Barnave. Dita agjencia e Barnave nuk ka bërë një analizë për të kuptuar efikasitetin që kanë barnat në spitalin onkologjik. Një s'ka bërë. Është çmenduri, nuk ka bërë një. Dhe të gjitha këto ty të lënë të kuptosh që këta gjithë bashk kanë funksionuar si një lloj grupi, nuk e di çfarë ka pasur pas, çfarë përfitimesh apo jo, apo ka qenë neglizhencë, por këta njerëz gjithë bashku i kanë bërë dëm dhe kanë çuar drejt vdekjes pacient që kanë vuajtur nga kanceri. Po spitalet rajonale, duke qenë se ishin të përfshira dhe këto në kontrollin, në raportin e kontrollit të lartë të shtetit, shpeshherë duke qenë se nuk kanë infrastrukturën e duhur dhe nuk japin shërbimin e duhur shëndetësor, bën që të gjithë të dynden për të marrë shërbim në Tiranë. Domethënë, sa e vështirë është për një grua, në këtë rast duke qenë se jemi në muajin tetor, dua t'i referohem veçanërisht vajzave dhe grave që vuajnë nga kanceri i gjirit, por jo vetëm, që të vinë dhe të marrin shërbim këtu, që vinë nga fshatra, nga qytete të vogla, që kanë këtë padijeninë se ku të drejtohen, nuk kanë informacionin bazë për këtë lloj sëmundjeje, dhe a gjykon që nëse do të krijohen këto infrastruktura dhe shërbime shëndetësore në spitalet rajonale, ndoshta do të mpaktin këtë dyndje këtu në Tiranë? Nuk kemi ne problemin e dyndjes. Ne kemi spitale onkologjik. Unë nuk mendoj se ne mund të krijojmë 5 qendra spitale onkologjike, se kanë kosto të frikshme. Ne na mjafton ai spitali onkologjik për të ribërë pra një strukturë e re, një godinë e re dhe për të bërë gjërat për së mbari, jo për së prapthi. Pra për të siguruar medikamente, për të siguruar poltron, për të siguruar brakiterapin, PET skanin, akselerator shtesë, kaq mjafton. Nuk po shpikim rrotën. Pra, të çojmë ca lek, nuk mendoj se ka shqiptar që do thotë jo dhe do i thotë qeverisë na ke shpenzuar para tek spitali onkologjik, turp të kesh. Jo. Çdo shqiptar, dhe ata që se kanë kaluar apo dhe ata që kanë kaluar, mendoj se kur vjen puna të shëndetit. Kur vjen puna tek shëndeti nuk i thot kurrë njeriu. Pastaj tek gratë, por edhe tek pacientët në përgjithësi. Po do marrin makinën nga qyteti i tyre. Do ta marrin, do i paguajnë lek se nuk rrin dot nëpër autobus, nëpër furgona, hip këtu, hip atje. Do vinë në spitalin onkologjik, do presin aty orë të tëra. Do tentojnë të shikojnë kush është aty që t'i japin një lek që t'i gjejnë një vend për të bërë kimioterapinë. Do pastaj kanë efekte anësore, do kthehen në shtëpi, do rrinë, do kalojnë ato ditë lodhjet, ana psikologjike etj. Me këtë përballen jo vetëm gratë, por dhe burrat,
por dhe moshat e reja, se ka edhe moshat e reja që vuajnë nga kanceri. U bë kohë tani më që je shumë aktiv në rrjetet sociale, veçanërisht përpos punës tënde po them si gazetar, duke raportuar për këtë çështje, por dhe si një aktivist mjaft i zëshëm, duke denoncuar me emra shpesh edhe institucione apo drejtues të institucioneve të caktuara deri tek patjetër Ministria e Shëndetësisë, ke pasur ndonjëherë një reagim prej tyre, një reflektim ndaj tyre, të kanë kontaktuar, qoftë edhe në mënyrë zyrtare, të janë kundërpërgjigjur, si ka qenë gjithë kjo qasja, gjithë ky komunikim yt me institucionin, jo vetëm në çfarë ti po them denoncon në rrjetet sociale, por jo vetëm, por edhe në mënyrë institucionale. Ka dy anë. Në momentet që unë vijem në dieni për një situatë vështirë që ndodh, jo vetëm në spitalin onkologjik, por edhe në për spitalet tjera, i bëj kërkesë për informacion spitalit përkatës. Për shembull, spitali i traumës nuk ka kardiokirurg dhe nuk ka pajisje zemër mushkrie. Dhe i çoj kërkesë drejta ime për informim. Nuk më jepnin përgjigje ka apo s'ka, edhe pse unë e dija që nuk ka. Pra doja ta verifikoja dhe të kisha një provë tjetër. Rrugë zyrtare. Rrugë zyrtare, jo. E kam çuar te komisioneri publik bëri 2-3 herë gjoja sikur po e kërkonte, ata i mbetën variantit që ne nuk përgjigjemi etj dhe u mbyll me kaq. Asnjë gjop që e ka për detyrim. Komisioneri publik është skandal në Shqipëri. Është skandal po të them. Nuk ka lidhje fare. Turp, domethënë kush edhe që mbulojnë këto situata që ndoshta larg qoftë mund të shkojnë nesër për pasur nevojën e një kardiokirurgu tek trauma dhe nuk do e kenë vet. Domethënë deri këtu mendojnë, nuk mendojnë. Tek spitali i QSUT-s kam çuar vazhdimisht kërkesa, në shumicën e tyre nuk ka marrë përgjigje, fillon hyn komisionerin loj, një herë e çon deri në fund, një herë nuk e çon deri në fund, edhe kalohet në këtë lloj forme. Ndërkohë pastaj është dhe pjesa underground, jo publikja, ku vinë dhe thonë shiko se i gjejmë gjuhën e përbashkët na. Pse? Ça do ti? Pse do ti? Mjafton të mos flasësh më, ka pasur oferta. Një lloj intimidimi ndaj. Intimidim se nuk e kanë këtë shans dhe guxim të vinë të më intimidojnë se dinë që nuk ka pyk nga kjo anë, por oferta po kanë pasur dhe them me përgjegjësi plot ata e dinë shumë mirë që ua kam refuzuar. Ua kam refuzuar, ata e dinë shumë mirë që më kanë sjellë edhe njerëz që unë nuk i përdor dot që të them që shiko se filani më ka ardhur. Por ata e dinë shumë mirë që i kam refuzuar dhe unë kurrë në jetën time nuk kam për të pranuar asnjë person që të më japi 2 lek për çështje që lidhen me shëndetin apo dhe të tjera. Nuk ka shans. Me mua të harroj kush, madje edhe të tjerë që më kanë ardhur me miqe nga secila parti etj, e din që thjesht i kam thënë jo dhe kaq, mbyllet historia, apo që kanë ardhur tek miqtë e mi të ngushtë. Dhe i falenderoj miqtë e mi të ngushtë vetëm për një arsye, sepse nuk kanë ardhur për të ma thënë që shiko se këtë erdhi na tha filani, por ja ka dhënë përgjigjen pa ardhur tek unë që jo, ati nuk i ndërhyjm dot. Dhe nuk duhet i ndërhyjm dot. Pra, ka pasur një tentativë, është ulur tani sepse e kanë kuptuar që nuk funksionon. Nuk ka çmim kjo gjëja, domethënë që unë po bëj, unë besoj këtë gjë, e kam mision dhe kam marrë përsipër çdo lloj gjëje që mund të vi përpara. Dhe për këtë kam dëshmitar Zotin. Nëse unë e lë këtë temë, unë e kam shitur. E po e them kështu, drejt. Nëse unë një ditë pa u siguruar brakiterapia, pa u siguruar PET skani, pa u siguruar nuk e di çfarë ka aty, akselerator të mjaftueshëm, pa u siguruar medikamentet, nëse unë një ditë bukur thjesht nuk shkruaj më, dije që e kam shitur. Kjo nuk do ndodh kurrë. Dhe tjetra, i friksohem shumë ides, sepse po artikulohet gjithandej që spitali onkologjik mund të jepet me koncesion. Do ishte turpi më i madh që do mbante mbi shpinë ky shtet, që tek e fundit nuk ka turp më, se po të kishte turp do i kishte siguruar ato nevoja që ka atje, por do ishte skandali më i madh dhe nëse do ndodhte, realisht do i kërkoja njerëzve, jo për mua, jo për kënd tjetër, ore të reagonin, sepse kemi provuar çfarë do të thotë koncesione me laboratorët që rrim pacientët 10 ditë të fundit çdo muaj pa analiza. Sot që flasim ne, janë pa analiza pacientët në spital. Bën vetëm një pjesë urgjente dhe ato duhen marrë leje. Ne kemi parë çfarë është bërë me check-upin. Ne kemi parë çfarë është bërë me nuk e di, me koncesione tjera, se s'po më kujtohen tani të gjitha. Pra, e kemi parë çfarë ndodh, janë dështime. Kur shteti dështon, krijon një koncesion që ta mbylli atë situatën dhe ti thotë ja, unë e kam dhënë me koncesion tani, jep dhe ca lek nga lekët tona dhe kaq.
Nuk është më përgjegjësi e shtetit, jo, është përgjegjësi e shtetit. Spitali onkologjik që SUT-ja çdo spital nuk duhet dhënë me koncesion në çmenduri. Dhe nëse e bëjnë realisht, është një moment ku njerëzit do duhet të reagojnë. Do vemi ne nesër atje, është shkatëruar atje shërbimi anatomi patologjisë në QSUT sepse është dhënë koncesionarit, e ka dalë një individ aty, drejtoresha Majlinda Ekonomi, e sillet sikur atë tokë ja ka lënë, nuk e di kush ja ka lënë paraardhësit e saj. Çon pacientët te klinikat e saj private, i bën biopsit në klinikat e saj private edhe pse është shefe e shërbimit. Nga gjen pacientët? Kush është LDM-ja? Një laborator privat që nuk ka as faqe në Facebook as në Instagram, nga gjen pacientët kjo? Po shtroj pyetjen unë tani me qëra, a ka lidhje ky personi me mjek të tjerë në përrethje që i çojnë, pra mjek të spitaleve publike që i çojnë pacient në spitalin, në klinikën e saj private LDM, që i marrin japin analizat pa faturë, përgjigjet pa faturë, 300.000 lek, 400.000 lek, 250 euro. Si ka mundësi? Dhe këtu po të them, po bëhet një korrupsion i frikshëm, këtu vjedhen edhe te kanceri. Këtu nuk të falin edhe te kanceri, të vjedhin te kanceri. Frikshme. Mjek të caktuar, jo të gjithë tek biopsit, tek kudo më, orë për poltronin të vjedhin këtu. Të merr ajo 20, 30.000 lek, 40.000 lek, 50.000 lek, sa të japësh për poltronin, do vesh aty të marrësh kimioterapi. Nuk po merr vitamin. E drejta bazike. Ore një nuk e di si kanë fytyrë dhe vjedhin pacientët me kancer. Se këtë po e bëjnë dhe unë ta them me përgjegjësi plot, mbaj përgjegjësi plot dhe ja them dhe në fytyrë, kujdo. Po i vjedhin pacientët e kancerit. Tu ka vdekur njerëz lëku. Tu ka vdekur përgjegjësia morale. Ore, mund të përballesh ti nesër. Jo more, tek biopsit i rjepin. Nuk del aty, ja vonojnë 4 muaj, i humbi, sikur këta tishin domethënë ca as kafsh more, se edhe kafsha për kafshën ka një respekt. E njeriu për njeriu jo. Të ka ndodhur ndonjëherë që për një raportim tëndin për çështje të tilla ke pasur një përgënjeshtrim nga ministria, ke vënë re ndonjë fushat, po them thonjza dezinformimi, që ti ke kuptuar që në fakt ajo çfarë po thon nuk është e vërtetë dhe nuk i shërben kauzës, ose po përpiqen që të mbulojnë gjërat e veta përmes kësaj narrative dezinformimi. Për shembull, po të them me brakjeterapinë, se brakjeterapia në Shqipëri ka një histori të frikshme. Nuk ka punuar brakjeterapia një 12 vite në Shqipëri, punoi 6 muaj, tani është prish prap. Por përpara se të prishej tani pati një 3 javë që u prish. Edhe unë për ditë bëja denoncime, orë pa brakjeterapi janë kaq gra, si dhja bëjnë të gra e tjerë, dhe një ditë këta e rregulluan. Edhe qëlloj që atë ditë unë kisha bërë status. Pra, ka qenë muaji qershor, nga 6 deri 23 qershor, mos gaboj, ka qenë e prishur. Dhe këta tani bën një reagim në faqja QSUT-s që brakjeterapia funksionon, e bën e tjerë. Ore, kishe nga data X, në datën X të prishur. Më përgënjeshtruan gjoja këtu, edhe unë i ktheva përgjigje, e tjerë. Pastaj qelloi që brakjeterapia u prish, unë deri tani s'm kam përgënjeshtruar më. Pra ka diku 3 muaj, nuk më përgënjeshtrojnë më. Ka pasur një moment tjetër me angiografin. Jo angiografia nuk funksionon dhe është tek neurologjia, po është angioskaneri, po, i cili shërben për pacientët të cilët do duhet bëjnë koronaren, e njohur në gjuhën popullore. Dhe një pacient më shkruan dhe më thotë, shiko, thotë, vajta tek spitali sot dhe nuk e bëra, thotë, këtë lloj diagnostikimi, angioscanerin. Dhe QSUT-ja dele dhe më përgënjeshtron. Thotë, jo, thotë, se kështu ashtu. E ndërkohë vën punë edhe burime të tjera të mijat dhe më thonë, e vërteta është e tillë. Për pacientët të cilët vinë jashtë QSUT-s, nuk e marrin këtë shërbim, nuk e bëjnë dot. Dhe kjo është e vlefshme vetëm për pacientët e shtruar. Pra, e kupton si luanin? Dhe sot e kësaj dite është vetëm për pacientët që janë të shtruar, nuk ka ndryshuar. Pra ata, nëse ti shtrohesh në QSUT, pra je i shtruar, mund ta bësh angioscanerin. Ndërkohë, nëse ti vjen tek qendra e konsultave dhe ke nevojë për këtë ekzaminim, nuk e bën dot. Tu të shkosh në privat. E të tjera, domethënë se luajnë me këtë pjesën që shkruaj unë diçka, ata e rregullojnë në një moment caktuar dhe pastaj reagojnë pa pikën e turpit. Se din të vërtetën shumë mirë ata. A ja vlen e gjitha kjo, Osman, si aktivist, si gazetar në kontekstin ku ne jetojmë dhe duket ndonjëherë, shpesh herë, sikur çdo gjë që ne bëjmë nuk ka kuptim sepse nuk ka asnjë reagim, asnjë përgjegjësi nga institucionet. Okej, së fundmi pak drejtësia, po vihet në punë, po duket si një luftë e përditshme. Unë e them
pak më pak me punën time si gazetare për të raportuar çështje të ndryshme, po ti pak më shumë duke qenë se je në media tradicionale, a ja vlen ku po shkojmë me gjithë këtë, apo është një detyrë qytetare e gjithë secilit për nesh dhe duhet të qëndrojmë deri në fund? Ore ja vlen. 3000 herë të më pyesësh, 10.000 herë do të përgjigjem po ja vlen. Ja vlen sepse ndoshta tani nuk do ketë reagim, por do vi një moment që do plas. Do vi një moment që do plas. Nuk mund të mbaj më ujë gjëja. Do plas, një moment do plas, dhe unë nuk e di kur do vija një moment, uroj që të paktën njerëzit të ndërgjegjësohen, qytetarët të ndërgjegjësohen, nuk po e kërkoj nga ata të cilët janë smur me kancerin. Ata kanë një betejë të madhe që po e bëjnë psikologjike e nga ana tjetër edhe me spitalin atje që nuk ka ilaçe, nuk ka pajisje. E kam tek ata njerëzit e shëndosh që kanë vendosur të jetojnë në Shqipëri, të rrisin fëmijët e tyre në Shqipëri, të reagojnë sepse reagimi i vën në presion këta. Edhe do i rregullojnë ca gjëra, sepse nesër mund përballet X-i, Y-i, ai që sot apo dje ka thënë nuk ja vlen, unë s'jam i smur, pse do dalë unë në protestën për onkologjikun? Për ça? Po jo, se mund të smuresh nesër. Numrat janë duke ka përcyer në mënyrë të frikshme nga viti në vit. Dhe edhe sikur nuk do smuresh kurrë. Po nuk mund të tregosh një ndjenjë empatie ndaj këtyre njerëzve që janë duke vuajtur me kancerin, që po i lën pa terapi me plot fjalën në mënyrë të qëllimt, në kuptimin ata e dinë se çfarë ndodh këtyre njerëzve. Pra nuk mund të tregosh një lloj ndjeshmërie se kur thrasin partitë politike, dalin gjithë me flamujt e tyre. Po të bësh betejë nëpër kafe për partitë politike të hidhen fyt. Jo ky, jo ai, jo pse ky e vodhi ai. E kur vjen puna pastaj tek shëndeti, nuk reagojnë. Se ne po flasim për onkologjikun, po nëse ti më merr mua dhe më pyet për çdo shërbim tjetër, do rrim këtu një 3 ditë tjera, domethënë. Për këtë ta kesh bindjen maksimale. Dhe po unë timen si gazetar, si një person që këtë e ka marrë dhe si një lloj amaneti dhe të atyre njerëzve që sot nuk jetojnë, sepse gjatë gjithë këtyre viteve kam pasur komunikime të pafundme me njerëz që vuajnë apo nuk e kanë fituar dot betejën me kancerin dhe nuk mund t'i tradhtoj ata. Ta them realisht, jo ata, por edhe mjekët të cilët më kanë besuar dhe që ja bëj këtë thirrje që më besoni se kurrë nuk do ju tradhtoj. Pra nuk do ju tradhtoj, thjesht dua që të më armatosni mirë në kuptimin figurativ, me informacion, me të vërteta, me fakte, me të dhëna, që të shkoj t'ua përplas në fytyrë kujdo që i ka bërë keq njerëzve me kancer, që s'kan pikën e ndërgjegjes për të reaguar dhe për të kuptuar që ku po shkoj, do i shijoj unë këto lekët që po marr nga ajo nëna me kancer, nga ajo gruaja, nga ai gjyshi, nga ai burri, që janë lek gjaku, që janë lek një personi që vuan me kancer. Pra, këtyre njerëzve duhet t'u përplasim fytyrë, qofshin ministra, qofshin drejtor, qofshin drejtues shërbimesh, qofshin doktor, kushdo qoftë që i merr lek, atyre njerëzve e meriton këtë të vërtet në fytyrë. Dhe këta munden që të më armatosin mirë mua dhe unë do ta bëj, jo si një person që jo po përdoret, jo, nuk më përdor njëri mua, nuk guxon më përdor njëri mua, sepse për çdo që më ka ardhur, më ka dhënë informacion, e kam verifikuar vetë, bindem për atë gjë dhe pastaj e publikoj. Se nuk i hyn njeriu në hak, por atij që ka bërë keq, po ai do përgjigjet. Një ditë. Ndoshta jo nga unë, po përpara Zotit. Osman Stafa, shumë faleminderit që ishe pjesë e bisedave në Zëra. Faleminderit ty.